Çfarë duhet të bëni në të 20-tat për të shmangur premtimet në të 30-tat dhe 40-tat? Na ndiqni për më shumë. 1. Ndërtoni zakonin e të ngrënit shëndetshëm dhe të ushtrimeve. Trupi juaj do t'ju falenderoj vite më vonë. 2. Zgjidhni me kë e kaloni kohën tuaj me kujdes. Ju do të jeni mesatarja 5 personave me të cilët kaloni më shumë kohë. 3. Kuptoni se askush nuk I ka kuptuar të gjitha. Mos I vendosni vetes stres të panevojshëm duke besuar se duhet të keni gjithçka të vendosur në një gur. 4. Zhvilloni aftësitë tuaja të komunikimit, të cilat do t'ju ndikojnë për gjithë jetën tuaj. 5. Udhëtoni sa më shumë që të mundeni. Nuk do ta gjesh kurrë sa duhet. Nëse keni mundësinë të udhëtoni, shfrytëzojeni atë. Mos keni frikë të shprehni emocionet tuaja. Asnjëherë nuk e dini se kur mund të mos jeni këtu për të dëgjuar. Merreni seriozisht punën tuaj, por jo vetëm. Puna juaj është kontributi juaj për shoqërinë. Performoni sa më mirë që mundeni. Ju jeni një formë jete e bazuar në karbon, ashtu si gjithë të tjerët. Cila nga këto ju pëlqeu më shumë? Ndani mendimet tuaja në komente.